Shpeshherë prindërit më drejtohen me pyetjen a do ketë vështirësi fëmia im i cili është i ekspozuar ndaj dy gjuhëve për sa i përket zhvillimit gjuhësor. Ka pas raste që fëmijët janë të ekspozuar edhe ndaj tre gjuhëve. Dhe në këtë video do flas pikërisht për këtë temën, duke ndarë edhe eksperiencën time personale me ju, por edhe ato çfarë studime thonë. Studime thonë që fëmia ka aftësinë që të mësojë 2 deri në 3 gjuhë njëkohësisht, dhe kjo nuk përbën asnjë lloj vështirësie për fëmijën për sa i përket zhvillimit gjuhësor. Për sa i përket eksperiencës time, vlen e njëjta gjë. Unë kam 2 fëmijë, vajza është pothuajse 10 vjeçë tani bën në qershor, dhe djali i cili është lindur, i cili ka lindur këtu në Greqi, është rritur dhe normalisht shkon në kopësht këtu në Greqi, kështu që fëmijët janë të ekspozuar ndaj 2 gjuhëve. Flas për më shumë këtë të voglin. Ajo çfarë dua t'i vë theksin është mënyra se si ne ekspozojmë fëmijën ndaj këtyre gjuhëve. Pra duhet të jetë në mënyrë aktive, jo thjesht nëpërmjet televizorit apo e kështu me radhë. Pra fëmia duhet të jetë aktiv ndaj gjuhëve, pra ta dëgjojë, të nxitet të flasë dhe kështu me radhë. Si kemi vepruar ne në rastin tonë? Duke filluar që me vajzën, në momentin që ne kemi ardhur këtu, vajza nuk dinte asnjë fjalë greqisht. Dhe ne vendosëm që bashkëshorti t'i fliste vetëm greqisht dhe unë i flisja vetëm shqip, në mënyrë që të fillonte të kuptonte më tepër gjuhën greke dhe ta mësonte më shpejt, dhe realisht funksionoi. Kjo gjë ndihmoi shumë vajzën, pavarësisht se fëmijët e mësojnë shumë shpejt gjuhën, sepse janë fëmijë dhe e përthithin shumë më lehtë dhe shumë më kollaj se sa ne të rriturit. Kështu që vendosëm të bënim të njëjtën gjë dhe me djalin, që momenti që ka lindur djali, bashkëshorti ka folur në gjuhën greke, unë i kam folur në gjuhën shqipe, në mënyrë që fëmia të dëgjonte të dyja gjuhët dhe t'i mësonte njëkohësisht të dyja gjuhët. Momenti që fëmia ishte 1 vjeç dhe arriti, pra filloi të thonte fjalët e para, normalisht fjalët kanë qenë në gjuhën shqipe fjalët e para dhe shumë fjalë, greqishtën e kuptonte shumë mirë, por mund të thonte thjesht në një fjalë, por më shumë fliste në shqip, sepse detyrimisht do të mësonte shqipen, sepse kohën më të madhe e kalonte me mua dhe normalisht unë i flisja vetëm shqip. Kështu që momenti që shkoi në çerdhe, mund të ndinte ndonjë fjalë, për shembull ujë ose gjëra shumë të thjeshta që mund t'i thonte, pra disa fjalë në greqisht, por kuptonte. Dhe më thonë, pas një periudhe kohe, më thonë edukatore që shiko, nuk e dim se si është në pjesën e të folurit në shtëpi, sepse këtu nuk flet, vetëm kur ne i flasim, ai vetëm më mohon ose po hon me kokë. Dhe i them që shiko, në shtëpi ne pjesën më të madhe të kohës flasim shqip, unë i flas vetëm shqip, dhe me zhvillimin e gjuhës është shumë okay, pra arrin të komunikoj në shqip, por në greqisht akoma do pak kohë. Dhe pas 2 muajsh dhe filloi pastaj të fliste dhe greqisht, pasi ekspozoi në mënyrë aktive në kopësht me fëmijët, me edukatorë, dhe kështu që pra koha e tij tashmë ishte ndarë pothuajse njësoj me gjuhën. Pra gjysmën e ditës e kalonte në kopësht me fëmijët duke folur me ta, pra në mënyrë aktive, dhe gjysmën e tjetër të ditës, pra nga dreka deri në darkë, ishte në shtëpi me ne që i flisnim shqip. Kështu që momenti që fëmia filloi çerdhen dhe bashkëshorti filloi duke folur shqip. Pra në shtëpi ne vendosim që do flasim vetëm shqip, sepse tashmë fëmijët e mi ishin të dy të ekspozuar ndaj të dyja gjuhëve në mënyrë aktive. Kështu që vendosëm që në shtëpi të flisnim vetëm shqip. Dhe dua të ndalim këtu te pjesa që fëmijët e kanë aftësinë dhe dinë të ndajnë shumë mirë se në cilin ambient flitet secila gjuhë. Që do thotë, pra, kur djali ishte në kopësht, nuk fliste në gjuhën shqipe, pra e dinte gjuhën shqipe të fliste, por kur ishte në ambientin e kopësht nuk e fliste shqip. Pra, më mirë preferonte të mos fliste fare dhe nuk thonte fjalë shqip. Dhe momenti që mësoi pastaj greqisht, filloi dhe fliste greqisht. Momentin që fëmia im është në ambientin e shtëpisë dhe më drejtohet mua, sidomos kur më drejtohet mua, flet vetëm shqip. Dhe duke qenë se babai i fliste gjithmonë greqisht, ka tendencën kur i drejtohet babit t'i flasi greqisht, pavarësisht babi ja kthe në shqip dhe pastaj fillojnë të flasin shqip. Ose kur flet me gjyshrit, me prindrit tanë, ose
Pra edhe kur shkojmë në Shqipëri, po thoja, sepse më ndërprej vidja se më morë në telefon, fëmia pra arrin dhe të flasë shqip, nuk e konfuzon që me gjuhën greke. Pra fëmia arrin të diferencoj shumë mirë se në cilin vend flitet se cila gjuhë. Kështu që mos u shqetësoni për këtë pjesë, fëmia nuk konfuzohet, di diferencoj shumë mirë gjuhët dhe ambientin se ku do flasi me se cilën gjuhë. Kështu që momenti që ne ekspozojmë fëmijës ndaj 2 apo 3 gjuhëve është gjëja më e mirë që ne mund t'i bëjmë fëmijës, është dhurata më e mirë që ne mund t'i bëjmë fëmijës, sepse po i mësojmë 2 gjuhë njëkohësisht. Sepse ne kur fëmia rritet ne po i paguajmë për të mësuar një gjuhë ekstra, një gjuhë të huaj, kështu që ne gjuhën shqipe e kemi në shtëpi, pse të mos ja mësojmë, se mos ja dhurojmë këtë gjë. Por gjëja më e mirë mundshme është patjetër, siç e thash, ta mësoj këtë gjuhë në mënyrë aktive, duke ndërvepruar me ju, me persona të tjerë dhe jo me ekranet. Kështu që flisni fëmijës shqip, gjuhën tuaj në shtëpi, sepse fëmia mund të mësoj 2 apo 3 gjuhë njëkohësisht. Fëmia ka këtë aftësi ndryshe nga ne të rriturit.